Rreth orës 10:10 të mëngjesit të sotëm, një shpërthim i fuqishëm tronditi lagjen Manush Alimani në Shkodër, duke i marrë jetën 67 vjeçarit Hysni Ymeri. Banori u gjeti pa jetë pranë matësve të energjisë elektrike, ndërsa fillimisht policia dyshoi për një defekt teknik. Megjithatë, OSHE hodhi poshtë këtë pistë, duke ngritur dyshime për një akt kriminal. Hetuesit anti-eksploziv po analizojnë pistën se lënda plasëse e dyshuar si tritol të jetë vendosur te kutia e matësve dhe mund të jetë aktivizuar përmes një celulari. Viktima nuk kishte konflikte apo probleme të mëparshme, gjë që sugjeron se atentati mund të ketë pasur një objektiv tjetër. Për të zbardhur ngjarjen, grupi hetimor po mbledh pamjet e kamerave të sigurisë dhe po shqyrton banorët e pallatit për të ngushtuar rrethin e dyshimeve dhe për të identifikuar autorin. Ngjarja ka tronditur komunitetin, ndërsa hetuesit nga Tirana dhe policia e Shkodrës po punojnë intensivisht për të përcaktuar shkakun, mënyrën e aktivizimit të shpërthimit dhe objektivin e sulmit. Çështja që fillimisht dukej si një aksident teknik, por rezulton një atentat kriminal me pasoja tragjike. Policia e shtetit ka ekstraduar nga Spanja në Shqipëri Mariana Gjonën, 42 vjeçe, e dënuar me 7 vite burg nga gjykata e rrethit gjyqësor Pogradec për veprën penale mashtrim me pasoja të rënda. Ekstradimi u realizua në kuadër të operacionit The Wanted, fal bashkëpunimit të drejtorisë së Interpolit me homologët spanjoll. Mariana Gjona ishte ndër 20 gratë më të kërkuara nga Interpol, pasi dyshohet se ka përfituar shuma të konsiderueshme parash nga qytetarë të ndryshëm përmes mashtrimeve të organizuara. Ajo shfrytëzonte rrjetet sociale për të manipuluar viktimat dhe paraqitur histori dhune ndaj familjarëve dhe përfshirë edhe fëmijën e saj për të fituar para. Në një rast të dokumentuar publikisht, ajo arriti të përfitonte 14.000 euro, ndërsa denoncimet tregojnë se shumat e përfituara nga mashtrimet mund të arrijnë deri në 20.000 euro. Ekstradimi i saj vjen si rezultat i një pune të koordinuar ndërkombëtare dhe synon që e dënuara të vuajë dënimin e dhënë nga drejtësia shqiptare, duke vendosur në funksion përgjegjësinë ligjore për veprimet e saj kriminale. Policia e shtetit ka ekstraduar drejt Gjermanisë një shtetas turk të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Bëhet fjalë për 26 vjeçarin Metehem Tutunçu, i cili ishte dënuar në vitin 2023 nga gjykata e Aschaffenburg me 6 vite e 6 muaj burgim për trafikim të lëndëve narkotike. Sipas njoftimit zyrtar, ekstradimi u realizua në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar të drejtësisë dhe synon ekzekutimin e vendimeve gjyqësore jashtë vendit, duke konfirmuar përkushtimin e Shqipërisë ndaj ligjit dhe luftës kundër krimit ndërkombëtar. Hetuesit po shqyrtojnë qindra kamera sigurie pas atentatit të 11 nëntorit në Rinas, ku u vran Gilmandani dhe Mustafa Sheqeri. Nga analizimi i pamjeve janë siguruar të dhëna të rëndësishme për grupin hetimor. Autorët pas krimit dogjën një mjet tip Toyota me targa greke që përdorën për ekzekutimin dhe u larguan me një tjetër automjet të kamufluar si ambulancë. Dyshohet se ky mjet i dytë ishte i pozicionuar pranë rrethit të Rinasit dhe më pas i shërbeu autorëve për t'u larguar drejt fshatit Halil. Ngjarja tregon një plan të mirë organizuar dhe autorët mbeten ende të pa identifikuar, ndërsa hetimet për gjurmët dhe lëvizjet e tyre vazhdojnë. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka hedhur shortin për trupën që do të gjykojë Laert Haxhin, Kristi Bixhekun dhe Artan Tafanin, të akuzuar nga SPAK për shkatërrim të pronës me eksploziv, grup të strukturuar kriminal, vrasje me paramendim për interes dhe gjakmarrje, vjedhje me armë dhe sigurim të kushteve për të kryer vrasje. Shorti caktoi gjyqtaren Rudina Palloi për të ndjekur çështjen. Haxhiu njihet si autori disa vrasjeve dhe atentateve në Lushnjë, duke përfshirë ngjarjen e 11 shtatorit 2017, u vran Jurgen Hoxha dhe Samir Latifi, si edhe vrasjen e Gerti Salës në 2009. Ai dyshohet gjithashtu për plagosjen e Sajmo Xheliut dhe tentativën për ekzekutimin e Xhulio Shkurtit, si edhe kanosje ndaj 2 punonjësve të policisë. Hetimet po vijojnë, ndërsa çështja po shkon drejt gjykimit. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë të hënë në burgun e Shënkollit në Lezhë, ku i burgosuri me mjekim të detyruar Sotir Shabani, 47 vjeç nga Ballshi, u gjeti pa jetë në krevat gjatë ndërrimit të shërbimit.
Punojësi i rolit bazë njoftoi menjëherë mjekun e turnit, i cili konfirmoi vdekjen e tij. Shabani ishte në burg që nga 27 nëntori 2021 për veprën penale dhunë në familje. Institucioni ka hartuar dokumentacionin përkatës dhe ka njoftuar drejtuesit, specialistët e SHKBB-s, policinë dhe prokurorinë e gatshme, ndërsa bashkëpunon me autoritetet për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit. Në qarkun e Elbasanit, dita e diele 28 dhjetorit u karakterizua nga disa aksidente të rënda rrugore. Ngjarja më tragjike ndodhi në aksin Qafthan Elbasan, ku një automjet përplasi për vdekje një grua 64 vjeçe, që po kalonte rrugën si këmbësore. Drejtuesi i mjetit 31 vjeç u arrestua për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Pak orë më vonë një motomjet përplasi një këmbësor, i cili u transportua me urgjencë në spitalin e traumës, ndërsa drejtuesi i motorit mbeti i plagosur në aksin Tiranë-Elbasan. 2 mjete u përplasën, duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Autoritetet po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe apelojnë për kujdes të shtuar nga drejtuesit e mjeteve dhe këmbësorët në akset nacionale. 7 oficer policie u plagosën gjatë një përleshje me militant të dyshuar të ISIS në provincën veriperëndimore të Turqisë, Yalova. Incidenti ndodhi gjatë një bastisjeje në një banes, ku të dyshuarit ju përgjigjen thirrjeve për dorëzim me armë zjarri, duke çuar në shkëmbim zjarri. Operacioni i mbështetur edhe nga Policia Speciale e Bursas vazhdon me masa sigurie në zonën përreth. Autoritetet raportojnë se oficerët e plagosur u dërguan në spital dhe ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa hetimet dhe përpjekjet për kapjen e militantëve vijojnë. Departamenti i Thesarit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosi sanksione ndaj familjes Hysa në Meksik për pastrim parash në favor të fraksionit Maiza të kartelit të Sinaloas. Mafia shqiptare është një partner i vlefshëm për kartelet për shkak të rrjetit të saj të gjerë në Europë, ku kontrollon porte, qendra financiare dhe investime luksoze, që mund të përdoren për pastrim parash, siç theksojnë mediat e huaja. Krahas trafikut të drogës, shqiptarët ofrojnë akses në tregje ndërkombëtare, shërbime financiare dhe armë, duke krijuar urlidhse mes Europës dhe Amerikës Latine. Ndryshe nga organizatat kriminale meksikane, klanet shqiptare funksionojnë familjarisht, bashkëpunojnë mes tyre dhe shmangin konfliktet e dhunshme, duke i bërë aleat të besueshëm dhe të vështirë për të zbuluar nga autoritetet. Prokurorët në Korenë e Jugut akuzuan ish-zonjën e parë Kim Geun-hee, gruan e ish-presidentit Yoon Seok-yeol, për pranim rrëshfeti në natyrë me mallra luksoze mbi $200.000, përfshirë çanta Chanel, bizhuteri dhe një pikturë të njohur të artistit Lee Woo-fan, si edhe ndërhyrje të paligjshme në punët e shtetit. Pas një hetimi 6 mujor, prokuroria e lidh me biznesmen dhe politikan, duke kërkuar një dënim 15 vjeçar dhe gjob prej 2 miliard wonësh, monedha vendase. Kim i mohon të gjitha akuzat, të cilat i quan të padrejta. Bashkë me të ish-presidenti Yoon ishte gjithashtu i arrestuar, duke shënuar erën e parë në histori që një ish-president dhe gruaja e tij përballen njëkohësisht me akuza penale. Vendimi për rastin e zonjës Kim pritet të jepet më 28 janar 2026. Java nisi me një lajm të trisht për komunitetin sportiv shqiptar. Enea Andrea, 55 vjeç, ish basketbollisti i Dinamos dhe përfaqësuesi kombëtares, ndroi jetë pas një ataku kardiak gjatë stërvitjes në palestër. Ai kishte kaluar një problem me zemrën rreth 7 vite më parë, por ishte rikthyer në gjendje të mirë fizike dhe vazhdonte aktivitetin sportiv. Pas karrierës si lojtar, Andrea u bë një emër i njohur në media, si komentator dhe specialist i ndeshjeve të NBA-t, duke fituar respektin dhe admirimin e publikut. Ndarja e tij nga jeta ka tronditur familjen, miqt, komunitetin sportiv dhe publikun, ndërsa la një boshllok të madh në skenën sportive dhe mediatike shqiptare.